Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall, sa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall në takimin e radhës në zinxhirin e ligjëratave që kanë të bëjnë me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Duke pas parasysh se muaji i shenjtë i Ramazanit është afër dhe sikur që është tradit në këtë muaj ndërprehen ligjëratat dhe i përkushtohemi disa angazhime dhe obligimeve tjera, ky konsiderohet takimi jonë i fundit për këtë sezon. Ndërsa Allah xhallahu ala që kemi marrë deri më tani të na shërben si dobi, dhe të na shërben si njohje për Allah xhallahu ala, e cila e ngrit cilësinë dhe cilësinë e adhurimeve tona, në ndihmon që të rrënjosim në zemrat tona dashurinë ndaj Allahut te bareke ve teala, dhe gjithashtu të kalojmë këtë botë sikur që Allahu xhallahu ala është i kënaqur, dhe dalim nga kjo ashtu sikur që Allahu xhallahu ala është i kënaqur. Duke pas parasysh që kjo është takimi i fundit para muajit Ramazan, kam menduar se me çfarë emri të mirëmi që shpresoj që do të ishte i përshtatshëm dhe do të ishte në përputhje me disa prej angazhimeve tona në muajin Ramazan. Padyshim se çdo emër që kemi marrë vëzëruar për emrave të Allahut azza wa jall i shërben asaj që ne duhet të arrijmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Nga se ajo që ne duhet të realizojmë në muajin Ramazan ka të bëjë me adhurimin e Allahut azza wa jall. E kush e njeh Allahun më mirë e adhuron më mirë. E kush e njeh Allahun më shumë e adhuron Allahun më shumë. Prandaj çdo emër i Allahut xhalla xhelaluhu na afron afërti dhe na mundson që ta njohim më mirë, andaj si rezultat i kësaj është edhe ta adhurojmë Allahun xhallahu ala më drejt, më shumë dhe më mirë. Por sidoqoftë ka ndoshta ndonjë emër i cili mund të na shërben ndoshta më shumë për shkak të ndonjë lutje të caktuar që e themi në Ramazan, apo për shkak të një adhurimi të caktuar që e bën në Ramazan e kështu me radhë. Dhe duke u bazuar me këtë, kam vendosur të flas për emrin e Allahut El-Afu, për shkak se është për emrave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar veçanërisht në 10 ditën e fundit që ta lutim Allahun xhallahu ala me këtë emër shumë. E duke pas parasysh se fundi është ai i cili vendos për kurorëzimin e punëve tona dhe vendos për cilësinë dhe cilësinë e Ramazanit ton, atëherë nëse njohja e Allahut xhallahu ala me këtë emër dhe ushqimi i zemrës me këtë emër i jap një fuqi më të posaçme dhe i jap një domethënie më të posaçme tërë asaj që ne do ta bëjmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Emri Allahut El-Afu është një prej emrave të Allahut xhalla xhelaluhu që janë përmend edhe në Kur'an dhe gjithashtu në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se të kalojmë tek ajetet, hadithet që flasin për këtë emër, si zakonisht e dini, fillimisht marrim trajtimin gjuhësor të këtij emri që të kuptojmë fillimisht rrjedhën e kuptimit të këtij emri dhe të rrënjes së këtij emri. Në gjuhën arabe kjo shprehje el-afu vjen me disa kuptime. Dhe të gjitha këto kuptime gjuhësore me të cilat është e pasuruar kjo fjalë dhe kjo rrënjë shërbejnë pastaj gjithashtu edhe për t'i dhënë kuptim këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Fjala el-afu në gjuhën arabe fillimisht përdoret për lënje dhe braktisje. Kur dikush nuk merr diçka, kur dikush lën diçka i thon afa. Në veçanti kjo përdoret kur dikush ka mundësi dhe ka arsye me e dënu dikën, por e lën dënimin. Jo vetëm që ja fal, por e lën edhe dënimin për gabimin, për lëshimin eventual që ka bërë dikush për ballti. Gjithashtu prej kuptimit të këtij emri ose të rrënjes së këtij emri është kur diçka shtohet edhe shumohet më të madhe. Prandaj i thot për shembull për
sikur se ka thënë Allah xhallahu ala, "Yesalunaka madha yunfiqun qul al-afu." Të pyesin ty çfarë të shpenzojnë, çfarë të japin, thuaj el-afu. El-afu është ajo që tepron. Ajo që nuk ju duhet, ajo që është e tepërt, që ato të japin ato. Prandaj ajo që tepron, ajo që është e shtuar e tepërt, edhe kësaj i thonë gjuhën arabe el-afu. Edhe kësaj i thonë gjuhën arabe pe kësaj rënja ato. E pastaj varet për çka vjen, ai që e shton dhe tepron pasuri ose në shëndet ose në gjërat që përdoret, do thotë kjo shprehje ato. Andaj ka kuptimin e shumicës dhe ka kuptimin e një teprimi për te masës së nevojshme. Gjithashtu prej kuptimeve të këtij emri apo të rënjes së këtij emri të kësaj fjale në gjuhën arabe është kur diçka shlyhet dhe fshihet. Do thotë kur diçka nuk është nuk ekziston më, ose shlyhen gjurmët e tij, ose fshihet tërësisht, atëherë do të thotë edhe kjo përdoret përmes kësaj fjale dhe përmes do të thotë këtij emri. Ky emër është përmend disa herë në Kur'an, është në rregull fjalë. Ha? Po se s'pëdish televizja Ky emër është përmend disa herë në Kur'an, ose nëse të shumë më precis, është përmend 5 herë në Kur'an. Dhe është përmend i kombinuar me emrat e tjerë të Allahut Azza wa Jall, e që sikur e kemi përmend edhe në raste të tjera, se kombinimi i një emri me emrin tjetër të Allahut Xhalla Xhelalu padyshim se jep një kuptim më të posaçëm dhe gjithashtu na ndihmon që ta kuptojmë edhe më drejt këtë emër. Prej vendeve që është përmend ky emër është në surën An-Nisa në ajetin 43, kur Allahu Xhalla Xhelalu flet do të thotë për një lloj pastrimi të posaçëm në mungesë të ujit, thotë famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Atëra fërkoni me ta fytyrat e juaja dhe duart e juaja, kjo është temumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, fërkoni me ta me ujin, me dheun fytyrat e juaja dhe duart e juaja. Inna Allaha kana afuwan ghafura. Allahu Jalla wala është afu dhe është ghafur. Andaj ghafur e kemi marrë, dhe këto është përdor gjithashtu emri Allahu Jalla wala al-afu. Prej vënë ku është përmendur gjithashtu emri Allahu al-afu është ajeti në surën An-Nisa gjithashtu në ajetin 99, ku Allahu Jalla wala gjithashtu edhe në këtë ajet sill kombinim të emrit al-afu me emrin e tij al-ghafur. Dhe kur të marrim kuptimin e këtij emri, do të detyrohemi që ta marrim me dallimin mes emrit të Allahut al-Afu dhe Ghafur, nga se që të dy janë në drejtim të një falje, mirë po njëri e ka një kuptim më specifik, më të posaçëm se tjetri. Prandaj duhet të njohim këto dallime, edhe qoftë se janë të holla mes emrit të Allahut xhallahu ala, që dim kur ta përdorim këtë emër, e dim kur ta përdorim emrin tjetër. Edhe në bazë të kësaj të kuptojmë se për çfarë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit Aisha radhiyallahu anha që në fund të Ramazanit kërkon falje me emrin Allahut el-Afu, edhe pse për falje ka edhe disa emra të tjerë sikurse At-Tawwab, sikurse El-Ghafur e kështu me radhë. Gjithashtu është përdor ky emër në një ajet tjetër në surën An-Nisa 149, ku Allahu xhalla xhelaluhu thot in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. In tubdu khairan, në qoftë se një të mirë e bëni publikisht, aw tukhfuhu apo e fshehni atë, aw ta'fu an su'in, ta'fu do të thotë se falni ju për një të keqe që u është bërë. Atëherë dini se Allahu është afuan qadira, Allahu xhallahu ala është ai që është afu, do ta marrim kuptimin e kësaj dhe qadira kemi marrë i gjithfuqishëm dhe i gjithpërshtatshëm. Këtu ka ardhur emri Allahut el-Afu i kombinuar me emrin Allahut el-Qadir, që edhe ky kombinim padyshim e ka një kuptim të posaçëm për neve që duhet ta kuptojmë drejt. Dhe vende të tjera thashë është përmend ky emri Allahu xhallahu ala, e që një prej këtyre ajeteve është e mjaftueshme për të pohuar se Allahu xhallahu ala e ka emrin e tij el-Afu. Andaj një ajet është i mjaftueshëm për të vërtetuar se Allahu xhallahu ala e ka këtë emër apo nuk e ka këtë emër.
E lëre më që ky ka ardhur në disa vende në Kur'an. Edhe nuk ka pikë më dyshje se Allahu xhallahu ala një prej emrave të tij është El Afu. Në bazë të ajeteve që i kemi përmend dhe në bazë të shumë haditheve që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e ka përdorur këtë emër për ta lutur Allahun te bareke ve teala në raste të ndryshme, sikur që do ta mësojmë në vijim. Pasi që e kuptuam rrënjën e kësaj fjale dhe kuptuam do të thotë gjithashtu vërtetësinë e këtij emri në raport me Allahun azza xal. Atëherë ky emër në raport me Allahun xhallahu ala çfarë kuptime ka? Kur Allahu xhallahu ala emërtohet me El-Afu, çfarë do të thënë kjo për neve në raport me Zotin? Nga sa e pjesa e dytë në raport me neve vije më vonë. Po në raport me Allahun xhallahu ala çfarë njohim na prej Zotit kur dim se është El-Afu? Qase ne po mundojmë që përmes emrave të Allahut azza xal ta njohim Allahun azza xal. Ta njohim Allahun te bareke ve teala. Dhe kemi thënë se dhe kjo është bindje që duhet gjithmonë të na shoqëron sa na të mësojmë për ndonjë emër të Allahut azza xal. Allahu kur emërtohet me një emër, Allahu xhallahu ala është realisht ashtu. Jo sikurse tek njëri apo mund të ketë një emër, por mos të jetë në përputhje me asnjë shkronjë të emrit të tij. Ndërsa dhe nuk mundesh njërin me njoft në bazë të emrit, kur mundesh me e thirr në bazë të emrit. Mundesh me emërtu në bazë të emrit, po me njoft njërin përmes emrit nuk mundesh. Për me njoft njërin duhesh me jetu me të, me provu, me pas raste shumë të kështu me radhë. Ndërsa tek Allahu xhallahu ala kemi thënë është tërësisht e kundërta. Allahu xhallahu ala nuk i nevojë me provu, Allahu xhallahu ala nuk i nevojë me shoqëni ku të gat, hajde të qum ç'posille çka po bëhet, po mjafton me njoft përmes një emri dhe ai emër atë kuptim që të jap në raport me Allahu xhallahu ala duhet ta dish se Allahu është ashtu. Dhe duhet të sillesh pastaj me Allahun në përputhje dhe konform asaj njohje që e ke arrit për Allahun te bareke ve teala. Pra kur themi se Allahu është El-Afu, çka njohim nga pe Zotit? Çfarë njohuri e re na shtohet ne për Allahun kur ne e dim se Allahu xhallahu ala ka El-Afu. Ju kujtohet atje të kuptime gjuhësore, do të pam se ka disa kuptime. Dhe kjo lloj-llojshmëri kuptimesh nuk e bën që të jenë konflikte këto kuptime mes vete, por e pasurojnë këtë kuptime edhe më tepër. Andaj fillimisht El-Afu është prej emrave të Allahut azza xal që klasifikohen të emrat e Allahut që kanë të bëjnë me falje, sikur është El-Ghafur, El-Tawwab, ekstremal për emrat që kanë të bëjnë me faljen e Allahut azza xal. Edhe pse ky emër i jep faljes një kuptim të shtuar, jo vetëm atë se jep El-Ghafur, sikur do ta përmendim, mirë po i jep një kuptim të shtuar, por megjithatë emruesi përbashkët i emrit Allahut El-Afu dhe El-Ghafur dhe El-Tawwab është se ka të bëjë me faljen. Për shembull nuk mund ta klasifikojmë emrin Allahut El-Afu te emri Allahut El-Qadir, për shembull, apo se El-Qadir ka të bëjë me diçka tjetër, ose nuk mund ta klasifikojmë emrin Allahut El-Afu te emri Allahut El-Quddus që kemi marrë. Nëse El-Quddus ka të bëjë me diçka tjetër kështu më radh. Por emri Allahut El-Afu, nëse bëjmë klasifikim të kuptimit të emrave, atë padyshim se klasifikohet tek emrat që kanë të bëjnë me falje. Mirë po, kemi të bëjmë një falje më të posaçme, që duhet ta njohim mirë që kur të kërkojmë pe Allahu xhallahu ala, na fal Allahu përmes këtij emri, atëherë të dimë se për çfarë lloj falje bëhet fjalë dhe çfarë realisht kërkojmë ne pe Allahu xhallahu ala kur e thrasim Allahu xhallahu ala me këtë emër. Andaj dietarët islam kur e kanë komentuar këtë emër në libra që kanë të bëjnë me komentimin e emrave të Allahut azza xal, nuk kanë shkuar larg kuptimit gjuhësor, por vetëm se e kanë pasuruar këtë kuptim edhe me disa, do të thotë, domethënie tjera që kanë të bëjnë me Zotin e gjithësisë. Andaj Ibn Jarir Tabari rahimahullah në tefsirin e tij kur e komenton ajetin surën Nisa që se më herët inna Allah kana afuwan ghafura. Sa Allah xhallahu ala është afu, thot Ibn Jarir rahimahullah se Allahu xhalla xhelaluhu vazhdimisht dhe pa ndërprej u fal mëkatet robëve të tij dhe Allahu xhallahu ala gjithashtu vazhdimisht dhe pa ndërprej do të thotë e lën, sikur të thënë një përgjigje është lënia dhe braktisja, lën anash dënimin e robëve të tij. Prandaj el-afu po na jep një kuptim pak më të shtuar. Se fjala el-ghafur, kërkim falja pe Allahut azza me emrin e tij el-ghafur, është me astaghfirullah, apo astaghfirullah është me ghafara dhe ghafur kërkim falje. Andaj Allahu ta fal kur ti të kërkon astaghfirullah. Nëse el-afu është
një kuptim i shtuar i falës. Na e fal edhe kur ne e meritojmë dënimin, edhe atëherë kur ne nuk e kërkojmë faljen. Allahu xhallahu ala na e fal ato. Për shembull, sa herë ndodh që njeriu të bën shkelje të caktuar. Sa herë ndodh që njeriu të jetë në pozitë që me të vërtetë meriton dënim me të menjësh nga qielli. Por Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Nuk ju godet juve ndonjë fatkeqësi e që nuk është si pasojë e asaj që keni bërë ju me mëkatet juaja. Wa ya'fu, shikoj këtë ka ardhur folja në kohën e tashme, wa ya'fu an kathir. E kemi përmend kur folja vjen në kohën e tashme, nën kupton vazhdimsinë e veprimit deri në pafundësi. Ya'fu an kathir, gjithmonë Allahu xhallahu ala shumicën u afal, e nëse ju prek për diçka shumë të vogël atë. Prandaj kuptimi jam të lafu për sa Allahu xhallahu ala na fal vazhdimisht gabimin e bërë dhe e lën dhe e braktis dënimin e merituar për gabimin e bërë në momentin e caktuar. Qase po ti dënon të Allahu xhallahu ala robët e tij, sa ata meritojnë dënimin, atëherë padyshim se nuk do të mbetej mbi fytyrën e tokës asnjë krijesë. Nuk do të mbetej asnjë krijesë, madje nuk do të jeton as për çast të caktuar në kësaj bote. Për shkak se njeriu ka cilët bën mëkat. Dikush mendon se mëkati është bësh shkelje të caktuar. Nuk është mëkati vetëm shkelje e caktuar, por edhe shfrytëzimi i begative. Apo pa përball këtë shfrytëzim begativ me falënderim dhe mirënjohje të duhur dhe të kërkuar, është një shkelje. Apo edhe kjo përbën shkelje, nuk është thjesht ashtu. Prandaj, sa ne shfrytëzojmë begatit, fillimisht edhe nëse shfrytëzohen si duhet, por nuk falenderojmë sa duhet. Dhe këtë pjesën e mbetur të mungesës së falënderimit, që është dashur për shkak kësaj, na mungon begatia dhe të na dënon Allahu xhallahu ala për këtë mungesë, e mbulon Allah me emrin e tij el-Afu, duke na fal këtë pjesë dhe duke e braktisë dënimin. Dënimi nuk do të thotë vije një shtizë nga qielli me të godit, as nuk do të thonë me ardhmë një copë xhenem me të rrok, por mjafton dënim me të privuar nga begatia që ke qenë duke shizu e nuk ke qenë mirënjohës për të. Dhe sa herë na shuzojmë begatit caktuara, por nuk kemi mirënjohës ndaj Allahut sa duhet. Dhe padyshim se mungesa e kësaj mirënjohje, apo jemi mirënjohës ndaj Allahut xhallahu ala, por jo sa e meriton kjo begati. Dhe ne nuk mundemi kur ta falojmë Allahut xhallahu ala ashtu si duhet dhe si Allah e meriton për begatitë që Allah na ka dhënë. Atëherë për pjesën e mbetur, për mungesën e shfaqur, për bashkëdhënimin e begatisë dhe mirënjohjes që ne e drejtojmë ka Allahu xhallahu ala, thashtu formohet një hapësirë apo një mungesë që është e mjaftueshme që na godet dënimi apo privimi nga begatia. E këtë pjesë do të kësaj hapësire, Allahu xhallahu ala e mbulon me emrin e tij el-Afu, duke na fal dhe duke mos na dënuar për gabimin e bërë. Gjithashtu dietarët e kanë përmend se për kuptimeve të emrit Allahu xhallahu ala el-Afu në raport me Allahu xhallahu ala është ai i cili do të thotë na i fal mëkatet, por edhe i shlyn ato. Sikurse e pam se një prej kuptimeve të kësaj fjale në rrënjën e saj, në esencën e gjuhës arabe është diçka që shlyhet, diçka që fshihet, largon gjuhën të saj. Andaj Allahu xhallahu ala është ai i cili na i fal mëkatet, apo nuk na dënon, dhe e treta i shlyn gjurmën të mëkateve dhe i shlyn vetë mëkatet. Do i shlyn mëkatet, çka nën kupton? Del ditë në gjykimit njeriu, sikur që kemi përmend, dhe si pasojë e emrit të Allahut el-Afu, nuk gjen të regjistruar askund mëkatet që i ka bërë. Kjo është për emrin e Allahut el-Afu, e shlyn mëkatet. Sikur që njeriu e largon një njoll nga tavolina ose shlyhet tesha. Dhe po ndonjë tesh ku shlyhet dhe nga gjyra e zezë shndrohet në gjyrë tjetër. Kur e shet atë tesh, kur nuk bën përshtypje se ka qenë e zezë. Sa shumë e ka ndruar gjyrën atë. Andaj kjo është lloj shlyre dhe lloj fshirje. Pra shlyerja e mëkateve dhe fshirja atyre tërësisht nga fletorja e robit
është kuptim i emrit të Allahut El Afu. Dhe shikoj gjitha këto kuptime të ndëruar, duhet të jenë të përmbledhura kur ti thosh për shembull në fund Ramazan Allahumma innaka afuun. O Zot ti afu, tuhibbul afwa, e don afun. Se nuk është veç falje, por është një falje më specifike, më e posaçme, është një falje që vije me disa aspekte anësore. Nuk është vetëm thjesht falje. Andaj fa'fu anni. Ti kërkon pe Allah xhallahu një falje më specifike, më të posaçme, që nuk është e thjesht, nuk është vetëm falja ashtu që më të fal, por sjell me vete edhe efektet e tjera anësore pozitive për ty. Prandaj e fal mëkatin, e lën dënimin, nuk dënon, nga se ta lën begatin, të vazhdosh me tutje dhe e shlyn mëkatin. Dhe tjetra, pe kuptimeve se i shlyn pasojat dhe gjumët e mëkateve. Dhe sikur që kemi përmendur edhe në ligjëratën e fundit që e patëm, do të thotë robi nuk duhet mjaftohet me falje mëkateve, por duhet të vazhdon me tutje për të hulumtuar për pasojat, për efektet anësore, po kësaj radhe negative të mëkateve që janë shkaktuar. Ne mendojmë se njeriu kur bën mëkat, që ajo është shkelja e vetme që ai ka bërë. Çfarë nuk kuptojmë mëkat? Për shembull, tamani për mëkateve të përditshme që shumica e njerëzve bëjnë të. Me çfarë lloj gjymtyre? Për shembull, gjymtyra e gjuhës, ose gjymtyra e syrit, ose gjymtyra e veshit. Apo me këto gjymtyr njeriu ndodh që të bien mëkat caktuar. Për shembull, ta marrim gjuhën. Ne mendojmë se vetëm kur të përgojojmë, përgojimi është shkelja jonë e vetme. Apo është shkelja jonë e vetme. Dhe nëse pendojmë nga përgojimi, e tëra merr fund. Dhe nuk shikojmë në efektet anësore negative që i ka shkaktuar përgojimi atë. E që duhet edhe me këto më marr, nga se mund edhe këto me të kushtu shtret tek Allahu xhalla xhelalu. Për shembull, Allahu te baraka ve taala ka ndaluar përgojimin. E ka ndaluar. Në momentin kur robi përgojon, ai ka bërë një shkelje dhe për këtë duhet me kërku falje. A është kjo shkelja e vetme që robi ka bërë? Ja, nuk është e vetmja. Kjo ka edhe një seri tjetër dhe një varg shkelje tjera me radhë. Shkelja e parë që kjo që e dimna, kena përgoju. Shkelja e dytë është se e ke nënçmu një musliman që një kërëzar me nënçmu, se pa e nënçmu s'mush me përgoju. Veç një që s'ka vlerë dhe përgojuat. Një që ka vlerë të jeqmanti se përgojan të jerunë. Cili njëri për shambull, publikisht e përgojan për shambull një antar të familjes ti që këtë tjetë me ditë marët, veç një kush është jollët. Se njëri nuk ish fash të metet e familjes ti publikisht. Pse nuk e bëngën? Nga se ka pozitë e ka i familja ti. Qoftë gruaja ti, fëmijët e ti, prindët e ti, e kështu me radhë. Prandaj, ti kur e ke përgoju dikën, padyshim se ky përgojim ka ardhur si pasojë fillimisht në çmimit të tij, dhe kjo është shkelje tjetër, kjo është efekt anësor. E dyta ose e treta me radhë, do të thotë ke bërë që ai njeri jo vetëm çështë në çmut e ti, por të i nënçmuar të këtë tjerë. Nga sa ata e kanë kuptuar një tmet që kjo emet është i mjaftueshme që ky njeri i nënçmuar dhe i përbuzë nga ana tjetër, kjo është shkelja tjetër. E katërta, për shembull, u a ke prish njerëzve rënë në mezhlisit, nëse ka qenë duke fol mirë, ti me përgojim ja u ke dhënë një kohë tërë se të ndaluar, dhe kjo është shkelje tjetër. E pesta i ke dhënë njerëzve guxim me bëj gjuna. Kur njëri do të fol ty, edhe ai tjetri fol, do të thet muri i turpit dhe vazhdon me bëj gjuna. Apo e gjashta e ke keq përdor gjymtyrën që Allah të ka për çka tjetër. E shtata është dashur të bëj dhikr, s'ke bëj dhikr, ke bëj diçka tjetër. Shiko, një varg veç me një, veç me një çast shkurt përgojimi, sa varg shkeljesh bëhen atë. Nëse ne kur pendohemi, ne pendojmë për një betyne. Ne pendojmë nga përgojimi. Këtu ansore nuk na kujtohen neve. Prandaj Allahu xhallahu ala el Ghafur ta fal mëkatin që ti ke dhënë stakfulla për te. Nëse el Afu i shlin efektet ansor negative që kishin me dëmtu edhe në dunja dhe në heret atë. E kjo është el Afu, që i shlin mëkat ansore. Mere për shembull këtu edhe syrin, mere këtu edhe veshin, mere çdo sa dhe mjafton si efekt ansor negativ i çdo mëkati që e bëjmë, apo mos përfillje e unit e Allahut azza wa jall. Mjafton kjo aftë. Mjafton do të thotë në çdo mëkat dhe shkelje që njerëzit e bëjnë, mjafton do të thotë
si efekt ansor, negativ, i keq, mjafton shpërfillja e shikimit të Allahut në ndërtimin tënd. Shpërfillja e ndëgjimit të Allahut azza wa jall. Edhe kjo është efekt ansor, nuk është një kur e bën një mëkat e ka shpërfill shikimin e Allahut xhallahu ala ndërtim ti. Dhe kjo është mëkat. Madje sot ke pa edhe njerëzit kur dikush e bën një mëkat fshihur azi, më lehtë e kanë më vrallu. Po tu e di që po e sheh apo bën keq, kjo është shkelje më e rëndë. Po din që po të shohun edhe pat me bën. Andaj që ja shton fuqinë mëkat është një rrethon rënduese për atë që e bën këtë shkelje. E sara në në rrethona rënduese për të na dënuar Allahu xhallahu ala, për të na shtuar dënimin, për faktin se na e shpërfillim shikimin e Allahu xhallahu ala, e shpërfillim dëgjimin e Allahu xhallahu ala e kështu me radhë. E shpërfill fuqinë e Allahut mbi ty, e shpërfill furnizimin e Allahut ndaj teje, e shpërfill afatizimin që Allah po të jap. Ku mujt është dashur me dënu para 10 vjetë, para 5 vjetë. Edhe opet të provokon kufirin e dënimit duke bërë mëkate, kjo është përfill e radhës. Andaj dua të them që kur flasim për shtyrën e pasojave dhe efekteve anësore negative të mëkateve, duhet të kujtojmë se sado që ne mund të numërojmë këto efekte anësore, ato gjithmonë janë edhe më shumë. Se ne nuk i njohim. Robi nuk e njeh realisht çfarë ndodh kur ai bën një shkelje. Realisht na nuk e dim realisht se si dhe sa hidhrohet Allah xhallahu ala veç me një shkelje tonë. Dhe kjo është e mjaftueshme, sikur të theka, që shërben si njohje për ta kuptuar shëmtueshmërinë e mëkatit. Dhe për ta kuptuar në anën tjetër vlerën e madhe të thirrjes së Allah xhallahu ala me emrin e tij El Afu. Prandaj ky është një kuptim i rëndësishëm, thashë që buron nga emri Allah El Afu. Andaj Allah është ai që na fal. Allahu xhallahu ala është ai që e lën dënimin, edhe pse me 10 herë na meritojmë na dënu, nuk na dënon, e shtyn. E lën dënimin Allahu xhallahu ala, e lën. Qase shtyrja El Halim, kemë thënë se e shtyn. Për arsye të caktuara, për urësi të caktuara. El Afu e lën. Momentin e caktuar kur duhet me dënu nuk dënon, El Afu nuk dënon. Në momentin kur nuk dënon, pastaj me El Hil, me butësinë e tij e shtyn din afatin tjetër. Andaj shikoni se si kombinon emrat Allahu xhallahu ala njëri me tjetrin në raport me robin. Dhe gjithashtu i shlyen ato mëkate. Nuk i gjen njeriu ditën e gjykimit të shkruara fare në fletorin e mëkateve të tij. Dhe kjo është begati wallahi e madhe nëse njeriu më ndër asaj çka do thotë që mos më turpnu Allahu për të meta që i ke pas. Mos më të ngushtu Allahu xhallahu ala për të këqija që i ke bë. Apo por më të bëu krenar me shpërblimin që Allahu ta jep. Por më të bëu nderuam me shpërblimin që jep. Dhe ti për shembull me dash dikujt më jap telefon. Apo edhe me ulë, qëre, ti kërkush si, ti e din çfarë njeri, ti sa merr diçka prish, a din që ke prish, më janë gjenë 100 këshia, me që të fund apo që unë jam bujar të dhosh telefon. A ka kuptim? A ka kuptimin? Ja upa, sa i ti ja ke dhon, por momentin kur e ke gjynzu njerin, me të metë dhe di, kur farë kuptimi si e të kjapë. Andë Allah xhallahu ala El Afu, apo i afshi në robët ti mëkatët që t'i jep kuptim shpërblimit. Ta ndim dhe ta përjeton shpërblimin me nder dhe kënaqësi dhe kënaqëri. Apo ajo në nënçmohet për buzët para sa më. Edhe pse në nënçmimin jon që e përjeton nga Allah xhallahu ala për buzë, këtë ato nderime për ne, këtë ato që na e meritojmë më shumë. Por megjithatë Allah xhallahu ala na ruan këtë drejtim që më drejt xheneti jetë një shtëpi e pastër ku ne padyshim përjetojmë kënaqësitë e premtuara nga Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej emrit kuptimi thash ishlin edhe gjurmë efektansore e që për tu këna pas mundësi mu dënuar. Nga njëre të falet më kati, këto që i ke bërë, këto e ke të falet. E përsi ke pas parasysh këto, për të dënuar. Për të dënuar. Një shembull konkret, muftiu i Arabisë Saudite dhe këtë muslimanëve, dietar njërë Muhammed Ibrahim al-Shekhi, ka qenë, domethënë, një nga dietarët e mëdhenj dhe ka qenë nga dietarët që ka qenë shumë i guximshëm. Dhe nga ata të cilët me vërtet të rrallë që deri në atë mas e kanë zbatuar për pikëmëri urdhën e Allahu xhallahu ala për urdhën për të mirën ndërsa nga keqja. Dhe një nga dietarët ka pas me bën një udhtim. Dhe normalisht për udhtim do të me nxjerr një biletë me rezervuar kështu më radh.
atëherë drejtori i agjencisë do të nuk ja ka bërë me duhur, apo kryesorja e ka nënçmu dhe nuk ja ka mundësu me bëu udhëtimin kur ai ka kërkuar. Si pasojë e nënçmimit, ka dashur me nënçmu. Ka qenë njëri, Allah na ruti, pandershëm, dhe ka marrë vesh muftiu për këtë çështje atë. Atëra ka shfrytzuar tërë autoritetin që ka pas për t'ia dhënë njeriu dënimin e merituar. Atëra ka shku ky hoxha që është nënçmu, ka shku e ka di se Muhamedi Ibrahim al-Sheikhi e çon këtë punë deri në fund atë. Edhe ka thonë, unë ja kum bo halal. Unë ja kum bo halal, kjo punë ka marrë fund. Unë ja kum bo halal. Ka unë tje ke bo halal për emrin tënd, për shembull që ki Muhammed. Nëse për emrin hoxh unë e vendosja e bën ti halal ajo, se unë jam shefi atë. A kuptove? Andaj për hoxh ja bëj halal atë. Për Muhammed bën halal kur dush. Ama pse kanë nënçmu institucion hoxh, dietar kanë nënçmu për to s'ka dhe ja ka dhënë dënimin e merituar. Kjo është efekti nënsor. Ai s'e ka dënuar, ai s'e ka nënçmu për këtë. Ose s'ka preka atje institucionin. Ai më të ka pas punë. Apo për ty ja falem. Ama për efekt ansor që ka shkaktuar. Pse sa njëre ty ka pa të nënçmuar aty. Kjo është efekt më i madh se s'ta ka mundsuar me udhëtu apo. Fakti s'ta ka mundsuar me udhëtu, kjo kalohet, kjo udhëtu në arbonashëm. Por fakti që të ka nënçmuar para këtë të njerëzve, duke qenë ti një figurë autoritative publike, një dietar, një hoxh, kjo për të pafalshme atë. Shikoj njëri me njërin atë. Apo sa eron neve na duket apo. Ana dikush për shkak nënçmu dikon, ka këtë të shkartë me zveti. Mirë po. Nënçmu diçka për shkak të shamis me nënçmu dikon, ose për shkak të namaz me nënçmu dikon, kjo është ekstra. Kjo është tashmë e shtuar, nuk ka të bëjë veç me aspektin individual. Por ka të bëjë me bindjen e miliona njerëzve që kanë përballë këtij simboli. Për këtë arsye, kështu i kuptojmë dhe punë pak më drejt ato. Andaj edhe Allahu xhalla xhelaluhu, nëse na fal më kanë caktuar sa ka efekte ansore negative që i ka shkaktuar ky mëkat, e që mund të jenë shpeshherë shumë më të mëdha dhe shumë më të rënda se vetë mëkate që ne e kemi bërë atë. Por edhe këto efekte ansore, e qoftë Allahun e lutim emrin e Alafu, Allahu na fal atë. I shlynë këto efekte ansore. Dhe gjithashtu prej kuptimit të emrit Alafu dhe ndëruar në raport me Allahun xhallahu ala, që përmend është edhe ajo që ka të bëjë me diçka që tepron dhe që është e shumtë. Andaj edhe kjo është një kuptim i rëndësishëm që duhet ta kuptojmë në raport me emrin Allahu xhallahu xhelaluhu. Po çka nuk kupton kjo? Allahu xhallahu xhelaluhu kur njëri ka kërku falë për ti, Allah ja ka falë atë. A ka mbet begatia Allahut përballë këtij robe kufizuar këtë falë dhe këtë shlyerje dhe këtë braktisë dënimit? Jo. Mirë po, çdo kush që shpendon tek Allahu xhallahu ala është shpërbly me shumë punë të mira që s'ka qenë duke i bërë më herët atë. E kjo s'është pjesë e kërkim falës. Apo kjo s'është pjesë e kërkim falës. Sikur që për shembull teki një punëtor ose një përgjes për dikën dhe ai ka bën një shkelje caktuar. Mirë, ti krejt këto ja fal apo. Ja fal shkeljen e caktuar, ja fal aspektet ansore, apo nuk e dënon, që s'po dënoj. Këtë kjo është për mrekulli. Këtë kjo është shumë më shumë se që ai ka kërkuar për teje. Para më në fund tash kur këtë ka përmenduar, edhe thuhet komenduar se çto më thonë hedi atë. Kjo çka ka të bëjë me këtë? Që kjo është e lafu atë. Andaj nëse Allahu të përgjigjet kur të thësh me anë të lafu, më thonë, krahas këtë që i përmena, ta fal, e lën dënimin, të shlyn gjurmët, të shlyn aspektet ansore, këto gjithsesi ka marrë një hedi atë. Një udhëzim, një vepër e mirë që s'ke qenë duke bërë më herët, Allah ka më ta mundsu. Ka më si problem i kërkimit të falës nga ana e tij me këtë emër. Prandaj Allahu xhallahu ala me emrin e Afu bën shumë më tepër se vetëm falja. Të begaton shumë më tepër se vetëm që ta fal mëkatin që e ke bërë atë. Prandaj gjitha këto grumbullon tek kuptimi i emrit Allah xhallahu ala el Afu. Ndërsa Sheikh Sadi rahimahullah kur flet për kuptimin e këtij emri, i përmend gjitha këto kuptime që i përmend deri më tani, normalisht në një formulim tjetër, por kryesore është se të gjitha ato që i ka përmend, do të shpihen në këtë drejtim. Në këtë kuptim që e përmana deri më tani, vetëm se do të thotë ja shton edhe një pikë më rëndësi apo dy
ku thot se ky kuptim në raport me Allahun xhallahu ala duhet të kuptohet gjithashtu, në vazhdën e këtë aso që se kam dhënë më tani, por të shtohet kësaj edhe diç tjetër. E para, të shtohet se ne jemi të varur nga kjo falje atë. Kjo s'është domthon kërkim falja nga Allah xhallahu me emrin e tij el-Afu, nuk është diç që rob Allahu ta xhall mirësh me përfitu, por nëse nuk përfitojnë, ata i kanë punë mirë atë. Do ta kuptojmë se lëshmëria me këtë emër është lëshmëri varësie, e domosdoshme, e pashmangshme, e pa alternativë. Nuk mundemi asesi, sikurse është fjala e njohur, ti hapim syt, ti qirim syt, nuk mund të qirim syt kur ka shpëtimi, nëse nuk prekim emrin Allah el-Afu. Andaj gjithashtu ky emër kuptim Allah xhallahu ala është një emër që robt Allah xhallahu ala ka një varësi të posaçme apo me Allah xhallahu ala përmes këtij emri. Dhe gjithashtu ky emër ka ofruar edhe Allah xhallahu ala kur thotë se është el-Afu, i ka përmend edhe shkaqe të cilat bëjnë që të përfitojmë nga emri Allah xhallahu ala el-Afu. Dhe njohja e shkaqeve është gjithashtu e rëndësishme në njohjen e emrit të Allah xhallahu ala el-Afu. Nga se Allah te baraka ve taala çdo gjë këtë botë që ka kriju, apo ja ka vendosur edhe sebepet e duhura, shkaqet që të shpihen deri atje. Qoftë sebepet e harit apo qoftë sebepet e sherrit apo. Që njëri përdur për sherr dhe arrin përmes tyre deri tek sherri. Andaj ne si rob të Allah xhallahu ala, na mbetet që ta njohim Allahun me emrin e tij el-Afu, dhe na mbetet që të njohim sebepet që na mundsojnë që të përfitojmë nga emri i tij el-Afu. Kjo është një dobi që e ka shtu Sheikh Sadi rahimullah, e që kjo na ndihmon lërshëm të bartemi në pjesën e dytë ligjëratës ose tretën që ka të bëjë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Çfarë ndikimi, çfarë ndryshime bën ky emër në jetën tonë të përditshme? Pika e parë që duhet ta kemi parasysh të ndëruar është se kur flitet për emrin Allah el-Afu, flitet për një emër gjithë përfshirës. Do të thotë tash afu kur themi kemi përshtim ai që i fal mëkatet, ai që lën dënimin, ai që të shlyn mëkatet, i shlyn aspekt ansore, plus shton më tepër se falet duke shpërblim me vepra të caktuara, që pesë kuptime kemi përmend te emri Allah xhallahu ala el-Afu. Kur flasim për këtë emër atëherë kemi të bëjmë me një emër gjithë përfshirës. Çka nuk kupton kjo? Se në këto pesë kuptime përfshihet çdo mëkat që robi ka bërë. Nuk ka mundësi me e sfidu këtë kuptim të emrit as një lloj i mëkatit e as një sasi e mëkateve. As lloj, as sasi. Dhe dikush mund të thotë, po, a është lyet kë? Ama diçka që ka, për shembull, bëni edhe klasifikimi të ndikimit të emrit el-Afu, kjo është klasifikim, domthonë, i padrejtë. S'ka gjuna që njëri e ka bo, qoftë lloj gjunoj, lloj ka përshtim shirk, kufër, zina, vjedhje, s'ka lloj mëkate që ka bërë, apo e që nuk e përfshi, nuk e shly, nuk e pastron el-Afu. Dhe gjithashtu nuk ka sasi. I ka vrarë 100 njerëz, 1000 njerëz, apo ka bu kaq krime, tash po flas për sasinë e krimeve, jo vetëm për llojin e tyre, gjithashtu edhe sasia e krimeve, sado që është e madhe. Emri Allahu xhallahu ala el-Afu është edhe më i madh atë. Gjithashtu do të thotë kjo na me kuptu se Allahu azza wa jall përderisa është el-Afu dhe falja e tij me kuptimet e saj, kjo falje që se ka merr është gjithë përfshirëse, Allahu xhallahu ala është gjithashtu edhe el-Qadir. Sikur të thonë afuvan qadira. Të gjitha këto të ndëruar, të gjitha këto funksione të kësaj falje, çu po i quaj, kuptimet e kësaj falje të gjitha i bën Allahu xhallahu ala nga pozicioni i të gjithë fuqishmit atë. Për asnjë s'ka nevojë. Për asnjë nuk ka mundësi me e detyruar askush. Për asnjë s'ja ka bash kërkujt hiç. As më na fal, as më lën dënimin, as më na fshi, as për asgjë. Po inna Allah kana afuwan qadira. Andaj meditoni ti kombinimi që Allah xhallahu ala është afu dhe është qadira. Prandaj prej falës së madhe të Allah xhallahu ala është ajo që Allah ka përmend në surën Zumar, në ajetin e njohur që kemi përmendur në disa raste të tjera, në ajetin 53 ku Allah xhallahu ala thot: "Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a."
thuaj ja ibadi. Shiko, këtu nuk është thirrje në emër të besimit. Ja ayyuhalladhina amanu. Apo thuaj o ju që keni besuar. Por i ka thirrë të gjithë ata që futen dhe renditen në emrin e robnisë. Të gjithë që janë rob të Allahut azza. Musliman janë, jo musliman janë, çka do që janë. Dhe gjithashtu, pavarësisht përkatësisë të tyre, gjithashtu kanë bërë asrafuan ala anfusihim. Shiko, këta kanë bërë luks gjunoha. Don tepre, të panevojshme. Psa ka gjuna i nevojshëm? Ka gjuna që njëri për shembull gjunzohet para ai shteti apo. Njëri me kon pozicion caktuar, apo dhe me Iran dorë, për shembull me keq përdor pasurinë, kjo është një farloj sprove për njërin. Nuk ka bash, mos më keq kuptoni, në rafshën e gjunohave, apo ka gjunohe që njëri i bën nga nevoja, po them thojza për t'ju përgjigj kërkesave të nefsit. Por ka për shembull në njëri që është mret. Këtë shteti është dorë të tij. Ai domon nuk mundet të përcaktohet pasuria e tij me shifra që njerëzit përdorin. Apo se krejt që ka dënë për nashtit, a e shqyëzën. Para mënet është këtë njëri, për shambull, punëturit mja vjetë 100 euro, mësë mja dhe rogën sa duhet. Që kjo është, edhe kjo vjerje. Po, kjo është luks, i teprum. E ke tepruaj, me vjetë njëri, për shambull, ajtë, si del kjo, merja këti këta, epshi, se i ka mitë një katë i shpis, pa e ndrej që dhe me qu katë, edhe një tudës haram. Apo, po, e arsuton me nevoj nefsi. Ki nevoj. Po kur s'ka pik nevoje, veç luks tepër, edhe këta Allah i ka thirë. Edhe ata që kanë bë luks më kate. Asrafu, israf kanë bë. E ke tepru mo, kejtë kufit i ka kalu. Për në kuraj që i gjithë mëshirëshëm, të e ke tepru. Edhe këta Allah i thirë. Edhe jo që veç a i në rëbë të Allah. Edhe keni tepru, la ta kënatu. E keni të ndaluar, ta hub një shpres në falë në Allah të zogjerë. Shiko sa është e madhe kjo falë, kjo afu i Allahut xhel. Dhe gjitha këto, të gjitha ju falë Allahu xhel wala nëse e kërkojnë këtë falë, nëse përfitojnë nga kjo falë, nëse sigurisht e përmenda i ndjekin shkaqet e kësaj falë, të gjitha këto Allahu xhel wala fal, edhe është Qadir. Edhe është i gjithfuqishëm, sigurisht kemi sqaruar emrin Allahu el-Qadir, apo nuk ka nevojë për asgjë. As kush që fal si duhet. As kush që fal pse i vjen dikush zotit. As kush që fal pse valla filoni i kryen punë zot edhe për me kry kur kush i kryen punën aty. As nuk i duhet as kush apo. Dhe për në këtë do thotë ti po kërkon falje për ti dhe ti e din se as absolutisht nuk i duhesh fare apo. Hiç. Edhe hiç ti mos më ekzistu, edhe hiç ti mos më kon kur gjës ndryshon. Nata bëhet natë, edhe dita bëhet ditë, dili del, edhe hana del, edhe vera dhe vjeshta vin, kur gjës bëhet. Kur gjës ndryshon hiç absolutisht. Çdo gjithë që kanë pas mëra kanë mëra, apo këtë ndodh, këtë shkon hiç pa ty edhe pa mua. Sa grumbullohet te robi subhanallahu, varësi dhe varfëri për Allahun xhallahu kur e kupton se krejt çka po kërkon është këtë kompletësh për ty. Aty kur si duhet apo. Se në këtë botë nuk mund me mbledh kësi lloj fuqie kaq të madhe kur të kërkosh për njëri diçka. Ai po me një aspekt ka mundsi s'ka nevojë për ty. Po me një aspekt ti apo kur të lësh për ti thosh tek e fundit me një muj në Zoti. Apo ai përfiton. Dhe kjo e bën që kërkesa mos më kon në nivelit të robit. Po në nivelit një krijese që kësaj radhe ka nevojë për një krijesë. A dhe ne po kërkojmë që me gjitha këto kuptime ta zbresim veten në nivelin e duhur që kur të kërkojmë për Allahu xhallahu ala, kërkojmë nga pozicioni i robnisë dhe i varësisë dhe i varfrisë. Prandaj kur kërkojsh falje dhe e din sa është falja e tij e madhe, dhe e din sa gjithë përfshise, dhe megjithatë është i gjithë fuqishëm, nuk i duhesh hiç kur si duhesh, kjo padyshim se jep një kuptim, e ndryshon qasjen tonë, e ndryshon thirrjen tonë për të na falë Allahu xhallahu ala. E ndryshon rëndësisht e ndryshon. Andaj ne kemi nevojë që krahas kërkim faljes në Ramazan, ta ndryshojmë edhe qasjen e këtij kërkimit faljes. Që mos jetë thjesht një kërkim falje për të kaluar dhe një besë për një më të mirë të ardhme, jo vetëm kaq, por të jetë një proces po them kështu më i komplikuar pak, jo çështë me thjeshtësi, fjalë goje, apo po që përfshihen këtë proces tërë qenia jon, në veçantë zemra. E ndin
E ndin zemra se sa ka nevojë robi që Allah t'ja fal, dhe e ndin zemra se sa është i panevojshëm për Zotin e vet atë. Edhe hiç mos më ta fal as si ku ankush, apo as si kanë qendër mësues, as si kur gjësh. Sa grumbullon kjo për varfisë, po nevojës madhe. Prandaj kur do të thotë kur e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin, që të kërkon falje ka thonë, më thon, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Që Abu Bekri ka din, sa nuk e din Abu Bekri që Allah veç Allah fal gjuna, e din. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë të sejdul istighfar, ata Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani, e këtu ka. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nuk i fal mëkatet as kush posteje. Ky deklarim nuk ka veç një lloj konfirmimi i thjesht, apo por një ushqim për zemrën, për ta kuptuar se ku dush ka pra. Ku shka pra, ku dush lëm. A ka mundsi dikush me të liru nga presjeni mëkat që ke bërë as kush apo. Të ke mundsi, nisat e ke bëni krem, ik për të shtetit, të të tatuan të moja zel. Hiç mos i ke gale. Këmër fund, bilesish kenar për bashkëri që ke pas më presjet jepë. Nësa për Allah xhallahu ala amush me kërku azil tikon, apo mos me dënu Allah xhallahu ala dhe mos më përfshi gjyqi ti. Jo valla ski kërkon ku më shkuat. Andaj shika gjitha këto kuptime sa e bëjnë zemrën të ndinjë një varësi dhe varfëri të madhe dhe nevojë të pazëvendësueshme që Allahu ta fal. E paramendo kur kjo shoqërohet, kjo bindje, këto kuptime, kjo kërkesë shoqërohet gjithashtu edhe me vlerën e madhe të kohës kur ti e lyp këtë në 10 ditë në fund të muajit Ramazan. Kur edhe se ke bën një angazhim, ke bën një sakrificë, po del për një muaj që nuk e din, a ki me e prit muajin e ardhshëm, dhe e din se kjo është shansa jote e fundit për këtë vit, ndoshta është shansa e fundjetësore që të përfshihesh në emrin e Allahut. Wallahi kjo jep kuptim të posaçëm, thirrjes, lutjes, ka se nuk e din se a do të vjen një 10 ditë tjetër të thuash Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Madje nuk e dim edhe këtë radhë ana pa Allahu mundsi. Po e kemi një shpresë tek Allahu xhallahu ala që pasi na ka ofruar në pragën e Ramazanit, shpresojmë që Allahu të na japë edhe jetë ta përfundojmë këtë Ramazan sikur duhet, duke e thirrë me këtë emër të bukur që na përfshin Allahu në mirësitë e shumta të këtij emri që i përmendëm më herët. Andaj ky është ndikim i rëndësishëm që duhet grumbulluar tek ne vëllezëruar. Dhe vetëm kështu i grumbulluar e ka fuqinë e kërkesës. Por nëse zhveshet kërkesa nga gjitha këto kuptime, ka kuptimi i emrit të Allahut El Afu, që është 5 kuptime për mëna. Zhveshet nga njohja se ky gjithë përfshin, këtë çka ke këtë shtin. Nuk është apo ky është shtin kët, po ja këtë s'mund më shtin. Kjo nuk shlyhet. Te Allahu xhallahu ala me emrin e El Afu gjithçka shlyhet. Gjithçka shlyhet. Madje shlyhet në atë masa që nuk lën kur farxhur, më thuaj se s'ka pas kur gjë ndapë. Dhe është tën. Dhe megjithatë është El Qadir. I gjithfuqishëm s'ka nevojë për ty heq atë. Pse që kjo duhet ta ketë një ndikim të posaçëm në jetën tonë të përditshme, e në veçanëri kur e lutim Allah xhallahu ala që të i falë mëkatet tona. Ky është një prej ndikimeve që filluam me të për këtë gjërat, po ja po në fund me kaq, e vazhdojmë me ndikimet e tjera që duhet ky emër të shkakton në jetën tonë dhe përfitimet e tjera, inshallah në pjesën e dytë të kësaj ligjërate. Allahu shpëlbet sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.